Një tjetër goditje e rëndë ka tronditur lindjen e mesme, ndërsa një sulm ajror izraelit ka shënjestruar një zonë të banuar në zemër të Beirutit. Të paktën 10 persona kanë humbur jetën, ndërsa shumë të tjerë janë plagosur si pasojë e shpërthimeve. Sulmi goditi lagjen Al-Bashura, ku një ndërtesë shumë katëshe u shemb plotësisht, duke lënë pas rënoja dhe automjete të shkatruara. Pamjet nga vendngjarja tregojnë ekipe shpëtimi që punojnë mes betonit të rrëzuar për të nxjerrë të mbijetuar dhe për të pastruar zonën. Sipas Ministrisë së Rëndësisë në Liban, sulmet e fundit izraelite në të gjithë vendin kanë shkaktuar 10 viktima dhe mijëra të plagosur, ndërsa qindra mijëra persona janë detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre. Banorët e zonës së goditur shprehen të revoltuar, duke mohuar praninë e objektivave ushtarake në lagje. Ata akuzojnë Izraelin për goditje të zonave civile dhe për hapje të frikës mes popullsisë. Konflikti është përshkallëzuar ndjeshëm që nga fillimi i muajit, kur grupi Hezbollah, i mbështetur nga Irani, ndërmori sulme me raketa ndaj Izraelit, që prej asaj kohe, përplasjet janë shtrirë në disa fronte, duke e kthyer Libanin në një nga zonat më të prekura të konfliktit. Autoritetet raportojnë se numri total i viktimave nga sulmet e fundit i afrohet 1000, ndërsa situata humanitare po përkeqësohet me shpejtësi. Shumë familje kanë mbetur pa stre, ndërsa infrastruktura në disa zona është dëmtuar rënd.